Allahu ju ka porosit ta drejtoni namazin, jo ta falni vetë. E njoni prej neve thot, qish drejtohet namaz? Allahu ka thonë, aqimus salat, drejtoje namazin tanë, se me falë nuk diskutohet, se me vazhdu islami jotë dush mu falë. Me drejtu namazin, vitë që këtë hadith me ditë për islamit nuk duhet qëtër. Qish si ta drejtoj namazin? A donë që namazin ta jap efekt? A donë më knoq namaz? A ke dëshirë që i pësh hakin edhe t'ja krysh zotit tanë namazin qish e donë Allahu? Cili ka qëfë? Atërë ndëgjone, që ka tha Jahja që i porositi, në porositi dhe pejgamberi Allahu dhe neve. Tha kur tish namaz, përqëndrohën të. Mos u shpërqëndro nga namazi jotë, mos i qo menë të truka. Vetë shkojnë, di. Apo përpiqu, ta kuptoj që kjo që vijon, ka me të nimu shumë ti me ndrejq namazin ta. Tha kur tish namaz, kur tu ish Allahu Ekber, Allah është maj modhi, Allahu tha me fityrën e vetë këtejt ka ty, por në thot robi jem, këshirëm të shësimu. Allahu drejtojt e ty, dhe deri Allahu qëndron me ty, deri sa nuk shpërqëndrohesh nga namazi jot. Nëse shpërqëndrohesh nga namazi jot, Allahu e këtër shpinë dhe a i shpërqëndrohesh. Po tha njoni për neve, po helpet me qku me një të tërka, ka i loqë. Ta bëja me Allahu. Nëse ven shejtoni dhe ju nga smon që tonë, thot, ta ja përviq me të nalë të kafja, së në kanalë. A përviq me të nalë në udhe, së në kanalë. A përviq të dera që në telefon njoni, pas që atërë të ka thërë, së në kanalë. Tja petë gjamin, ka thonë e tash, atërë ti qoj men që tërka. Ka thonë, nëse ndodhë thuni e udhë billajmë në shejtonë rëgjim në veti, edhe poshtim anën maj 3 herë. E poshtim, jo ke qëtërin me poshtim ato. Po poshtim pa 3 herë. Shejtoni largohet në apetëve prorë. Deri sa shejtoni ka mu dërzu. A më njoni prej selebve tha po une ka 300 herë tha baja mo. Une kiton dhe. Zdel ja, nësë të që. Para të dhe të ndërshëm, Allahu drejtohet me rahmetin e vetë. Allahu drejtohet me shiqimin e vetë. E ku të shiqon Allahu edhi shka të do. Njëherë Allahu me të shiqu me rahmetin e vetë nuk duhet më shumë se të mirët e dunjos dhe të ahiretit Allahu tjerë. Se ka shiqu Allahu t'i kanë me rahmet dhe dhe nuk ka më shumë. Wakib në gjerahi dhe kër e shirë shmi në udoke në fjallë shumë shkëllqente në fityrë, thue se kja është melek. Allahu ka thonë Kurani Kerim, vujuhu jaume idhim musfirah, dahiketum mustabshirah. Ditën e kiameti kemi pa do fityrë kanë me shkëllqenjë. Ibn Abbasi tha, a keni dëshirë me ditë cila fityrë shkëllqenjë ditën e kiametit? Ta fitira e namazliut që ja përqëndru namazin e ti në veçantit notës. Kaba l'ahbari thëje notën, a përshaj ju që një të një me leket prej që eli ju shiqojnë sikur ije në tokë. Ju jeni ije të tokës për banorët e që elit, sikur që janë ije të që elit për banorët e tokës. Shkëllqenjë. Kush e banë që këtë namazë? Mos o kje problem se nëse në punë, shkërë sa për. Allahu ka me të në ku vetë. Ka premtu për kamerë Allahu. Së munjet Allahu ti ka me të largu. Ka me të avëru Allahu azdo gjëll me të dash. Ka me të pasru Allahu dhe ka me të gradu dhe më gritë. Shka po do më shumë? Po dhe drishkin e zemrës Allahu azdo gjëll ka me hek. Jahja Razi thëtë, ilaçi drishkit të zemrës janë 5. E para leximi i Kur'anit, e dita namazi natës,